Atëherë faleminderit edhe një herë në emër të grupit parlamentar të Aleancës. Ne do të vazhdojmë edhe të dekonstruktojmë edhe të ekspozojmë shkeljet zinxhirore tashmë që po ndodhin në Kosovë gjatë kësaj gjendje jo kushtetuese. Mos harroni sot 2 javë, pra me 6 gusht, ne si deputat Kuvendit të Kosovës kemi dhënë një betim. Dhe më lejoni shumë shkurtimisht disa prej pikave kryesore të betimit të them dhe pastaj të analizojmë se cilat janë shkeljet e betimit të deputetit. Betohem se me ndere për kushtim, do të kryej detyrën time dhe do të përfaqësoj me dinjitet popullin. Do të punoj në interes të Kosovës, do të angazhohem në mbrojtjen dhe për respektimin e kushtetueshmërisë dhe të ligjshmërisë. Dhe sheni ju lutem, bllokimi i Kuvendit dhe ikja nga solla plenare e Kuvendit nuk kanë as nder e as përkushtim. Kështu sikurse po bojnë, nuk po e kryejnë detyrën e tyre, për cilën janë betuar si deputet. Populli voton deputetët për t'i përfaqësuar, dhe këta nuk po e përfaqësojnë popullin duke ikur nga solla e Kuvendit. E hiç më hiç përfaqësim me dinjitet. Ndërsa angazhimi për mbrojtjen e kushtetueshmërisë dhe të ligjshmërisë realisht është angazhim i kundërt. Pra ka angazhim për shkelje të kushtetueshmërisë dhe të ligjshmërisë Kosovë. Kështu, lejoni të përsëris 4 shkeljet themelore të betimit të deputetit që po bën lëvizja vetëvendosje. 1. Nderja e përkushtimit. 2. Kryerja e detyrës së deputetit. 3. Përfaqësimi i popullit me dinjitet. Dhe 4. Angazhimi për mbrojtjen dhe për respektimin e kushtetueshmërisë dhe të ligjshmërisë. Pra, që 2 javë nga data 6 gusht, për çdo ditë ka shkelje të betimit të deputetit nga ana e lëvizjes vetëvendosje. Në fakt, thirrja e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe të Bashkimit Evropian nuk është shqetësuese, përkundazi është ndihmuese apo vetëdijsuese do duhet jetë për partinë që e ka bllokuar Kuvendin e Kosovës dhe institucionet e Kosovës. Është keqësisht e qartë se racionaliteti politik do të nënkuptonte konstruim Kuvendit, themelim qeverisë e pastaj zhvillime tjera për presidentin, por se është e dukshme që njerëz që shkelin betimin e deputetit nuk kanë racionalitet, pra nuk janë politikan racional.